Pas përfundimit të spektaklit të së martës, Miri ka pasur një debat të ashpër me Mateon. Ky i fundit i përmendi disa gjëra duke përfshirë këtu marrëdhënie me Selinën. Por këngëtari i revoltuar i tha se do që të ndajë nga gruaja, duke shtuar se nuk ka qenë i dashuruar në të. Gruas time ti vishanash, po më ndan nga gruaja, do që të më ndash nga gruaja, ju drejtua ai. Tutje Miri bëri me dije. Këtu nuk kam qenë i dashuruar dhe as nuk jam. Në spektakull u diskutua sërish raporti i Mirit me Selinën, çështja e krevatit dhe veprimet e tij. Ky debat mes tyre ka bërë që rriti të zgjejë nga reagimet dhe kërkesat për masa ekstreme nga produksioni. Video e debatit të djemve ka bërë menjëherë xhiro në gjithë rrjeteve sociale duke ngjatur indignat të madhe të ndjekësit. Komentuesit të shumë përkërkojnë me ngulm një zarf të zi pasi e konsiderojnë këtë gjuhë presioni dhe ofendimi familjar krejtësisht të papranueshëm për formatin. Reagimet e publikut kanë qenë të shumta, duke theksuar se kjo situatë ka kaluar çdo rregull dhe kanë kërkuar publikisht një zarf të zi për të ndëshkuar gjuhën e përdorur. Pra, për të ndëshkuar Mirin. Ju se shikoni këtë çështje, lini komentin tuaj poshtë videos.